nga gjithë banorët që kanë dalë deri tash për shembull, kam marrëdhënie shumë mira me ta, më ka taku me fol, me Geton flas shumë shpesh, me Linden flas, me Sasen, me Ibron, bile absolutisht të mrekullueshëm të dy, me Edin e kam taku, se di kush ka dal tjetër, si s'po më kujtohet. Fjolla nuk më ka taku, për shembull, Fjolla nuk më ka taku me njoft në Big Brother, kupton? Kurse këto të tjerë me gjithë jam okej. Bien e takova dje apo sot? Sot e takova Bien, a kupton? Edhe me gjithë jam okej. Pi kafe me Bien? Jo, na takoj rastësisht mu taku te klani. Çka mendoni për lidhjet cilat po bëhen Big Brother? Janë lidhje fake apo jo? Cila? Po lidhjet, do me thonë, Sasa ka pas një flirtim me kushtrimin. Po. Pastaj tash ka hyrë edhe Limi. Dashni, përsa i përket Sasë dhe kushtrimit, aja, sika, nuk ishte lidhje funit, nuk ishte i lidhje, Sasa ishte një pëlqen, e ka përmend gjithkohë se kushtrimi ka pëlqyer shumë si njëri, shumë djalë i mirë, shumë i dashtur, shumë edhe kanë pas një kimi shumë të bukur me një tjetrin, por ama edhe Sasa ku kanë që ka thënë se nuk je për lidhje diçka serioze, kupton? Por i ka ca është shumë e bukur.